Heshtja e vërteta dëhret dignitetin nërkohë spektakli, ese e gjatë mbi Albën, fjalën e thënë, fjalën e pamundur dhe njeriu përballë publikut, ka situata në jetë ku njeriu nuk gjendet përballë pyetjes çfarë ndodhi. Por përballë një pyetjeje shumë më të rrezikshme, a kam të drejtë të flas, jo aftësinë, jo guximin, por të drejtën. Shoqëria jonë e sotme e ngatëron shpesh të drejtën për të pyetur me të drejtën për të ditur. Dhe aty lind dhuna më e butë, por edhe më e thellë, dhuna e kërkesës për rrëfim. Alba nuk u përball vetëm me njerëz, kamera apo fjalë. Ajo u përball me një mekanizëm të tërë që kërkon shpjegim, transparencë, zbërthim emocional, sikur ndjenjat të ishin dokument publik. Në këtë kuptim, heshtja e saj nuk është një moment. Është qëndrim. Në momentin kur Alba thot, ose më saktë, kur nuk thot, nuk dua të flas fare për situatën, ajo nuk po shmang realitetin. Ajo po e kufizon atë. Po i vë një vijim mes jetës së saj të brendshme dhe skenës ku ajo jetë do të konsumohej, por publiku nuk e pranon lehtë kufirin. Publiku e uren heshtjen, sepse heshtja nuk ofron narrativ. Dhe aty ndërhyn prezantuesi, Alaudini, jo si individ, por si zë i kërkesës kolektive. A janë të vërteta fjalët? A ka ende ndjenja? Këto pyetje nuk janë neutrale. Ato mbartin një pritshmëri morale, fol. Që të dim si të gjykojmë. Kur Alba nuk flet, skena zhvendoset. Fjala kalon tek limi. Dhe fjala, ndryshe nga heshtja, gjithmonë krijon hierarki. Ai që flet i pari, vendos kornizën. Ai që flet më shumë, krijon versionin dominues. Limi thot se Alba është një vajzë e mirë. Kjo fjali, në sipërfaqe, duket respektuese. Por në thellësi, ajo është fjali mbylljeje. Është fjali që vjen zakonisht pasi ndjenja është konsumuar. Është fjali që nuk kërkon përgjigje, pastaj vjen fjala tradhti. Një fjalë e rëndë, por edhe shumë e dobishme publikisht. Sepse tradhtia është e kuptueshme. Është lineare. Ka fajtor, ka viktim. Dhe publiku e do linearitetin. Sepse e çliron nga përgjegjësia për të menduar më thellë, por jeta emocionale nuk është lineare. Ajo është e çrregullt, e përzier, e papastër. Dhe shumë shpesh, ajo që quhet tradhti është thjesht një ndarje që ka filluar më herët, por nuk është pranuar. Limi flet për rrugëtim artistik. Për secilin që ndjek veten. Këto janë fjalë moderne, fjalë që tingëllojnë të pjekura. Por ato gjithashtu mund të jenë mënyrë për të shmangur përgjegjësinë emocionale. Sepse arti, kur përdoret si mburoj, mund të justifikojë mungesën e qëndrimit, mungesën e përkushtimit, mungesën e ballafaqimit. Në mes të kësaj qëndron una. Figura që nuk akuzon, por as nuk shpëton. Ai thot diçka thelbësore, Alba meriton shumë. Unë nuk mund t'ja jap. Kjo fjali është ndoshta më e afërta me të vërtetën njerëzore që dëgjohet në gjithë situatën. Sepse ajo nuk zhvendos fajin, por pranon kufirin. Dhe pranimet e kufive janë të rralla, sidomos në hapësira publike ku të gjithë përpiqen të duken të plotë, por edhe una ndalet. Edhe ai zgjedh të mos flas më tej. Sepse e kupton diçka që shoqëria shpesh e injoron. Jo çdo e vërtet duhet të nxirret nga konteksti i saj intim. Në këtë pikë, Alba vazhdon të heshtë. Dhe kjo heshtje fillon të marrë një formë tjetër. Nuk është më pasive. Nuk është më mbrojtëse. Është aktive. Është një mënyrë për të mos lejuar që e vërteta e saj të shndërrohet në objekt debati. Leonora e pyet, ndoshta me qëllim mbrojtës, cila ka qenë e vërteta jote? Pyetje e drejtë. Por edhe pyetjet e drejta mund të jenë të parakohshme, sepse e vërteta kërkon hapësirë të sigurt. Dhe studioja, sado e ndriçuar, nuk është hapësirë e sigurt. Këtu lind një reflektim më i gjerë. A jemi ne, si shoqëri, të aftë ta respektojmë heshtjen pa e demonizuar atë? Apo kemi nevojë gjithmonë për rrëfim, për zbërthim, për transparencë, edhe kur kjo transparencë shkatëron individin? Alba nuk flet, sepse ndoshta e di se fjala e saj nuk do të ishte e saj më pas. Do të coptohej, do të komentohej, do të keqinterpretohej. Dhe në fund, ajo do të humbiste kontrollin mbi historinë e vet. Heshtja e saj është mënyra për ta ruajtur atë kontroll.